Që kur doli historia e Hallës në publik kohët e fundit, a keni pasur takime me shqiptarët atje në Francë që ju kanë thënë ti je mbesa e parashqevis, ju kemi parë? Për momentin jo, sepse jam më shumë në zyrë, por kur isha në guest relation, kur më shikonin emrin që kisha një tag Ina, thonin, Ina, shqiptare je? E thoja, po shqiptare. Me çan mbi emri për shembull, si Maku. Wow, si ajo këngëtarja. E thënë, po, është halla ime. Dhe gjithmonë më mahniste kjo dëshira edhe dashuria e njerëzve akoma pas gjithë atyre viteve për Hallën si artiste, dhe prandaj unë gjithmonë e besoj dhe mendoj shumë këtë shprehjen që thot që njerëzit mund të harrojnë se çfarë i ke thënë apo çfarë ke bërë, por asnjëherë nuk do të harrojnë se si ti ke bërë të ndihesh. Dhe kështu që unë mendoj që Halla i ka bërë të ndihen aq mirë, aq me muzikën, me zërin e saj, saqë njerëzit është normale që nuk mund ta harrojnë dhe mbas kaq shumë viteve e duar trokasin akoma si artiste. Gjatë kohës kur ishit në SBA dhe ishit pranë Hallës, a kishte momente që këndoje ti dhe Halla ju jepte ndonjë këshill nga ana muzikore? Po, sigurisht. Sigurisht, edhe këndonim këngë për shembull në frëngjisht, italisht, anglisht, shqip, dhe disa herë thoshte Halla, okay, tani do të mësoj për shembull pjesën si të përdor zërin këtu, apo si ta modifikosh këtu. Domethënë ishte sigurisht kishte momente edhe të tilla dhe shumë mirë. I mban mend akoma këngët parashqevia? Tekstet e këngëve? Sigurisht. Jo të vetat, po them të këngëve të ndryshme. Po. Dhe Halla unë e di sepse i kam dëgjuar gjithmonë kasetat, në atë kohë ishin kasetat akoma, kur isha në Shqipëri. Halla këndonte dhe i mban mend akoma dhe në turqisht, frëngjisht, anglisht, greqisht, çfarë gjuhë tjetër ka kënduar. Po, i mban mend sigurisht edhe këngët shqiptare dhe të gjitha ato që ka kënduar. Si e keni pritur gjithë këtë interesim të shqiptarëve pasi u bë publike historia e parashqevisë? Atëherë, është surprizuese në mënyrë pozitive, edhe prandaj thash atë që njerëzit e mbajnë mend se si Halla e ka bërë të ndihen me muzikën, me zërin e saj, dhe kanë vlerësuar atë si njeri dhe si artiste. Dhe domethënë është diçka shumë e bukur për ta parë, që ajo akoma gëzon këtë mbështetje nga populli i saj, nga dheu i saj. Ina, ajo që është vënë re nga kjo histori është se këngët e saj nuk është se njiheshin ose ishin dëgjuar vetëm nga publiku i asaj kohe, pra njerëz po themi të moshës së prindërve tanë, po edhe të rinj ishin shumë familjar me këngët e saj. Është shumë e vërtet dhe nuk e di nëse kam thënë këtë pjesë tek intervista e parë që bëra në fillim të javës. Ishte një djalë i ri kur ishte me Hallën duke ecur në Manhattan. Një djalë i ri po shikonte dhe u kthye dhe tha, parashqevisi Maku? Edhe Halla tha, po. Dhe ai mund të ishte ndoshta 10 vjet më i ri, mund të ishte 24, 25 vjeç, edhe e takoi dhe i puthi dorën, i tha respekt, dhe aty thash, wow, me të vërtetë është bukur kur familja, prindrit tanë rrisin fëmijët me muzikën shqiptare të lehtë apo popullore, dhe në këtë ditë sotme ku njerëzit janë dhe të rinjt janë gjithmonë po bëhen gjithmonë më shumë indiferent, janë më të përqendruar tek bota virtuale apo tek bota e re, dhe që po rriten me muzikën nga ana tjetër, po rriten me muzikën e Hallës ose e njohin kaq mirë si artiste. Dhe për mua kjo ishte diçka shumë, edhe imagjinoj për Hallën shumë shpërblyese si artiste shqiptare. Ina, ka pasur, sigurisht që keni pasur kohë që të flisnit me Hallën, po ka pasur personazhe të njohur, artistë që keni pritur që të interesohej për parashqevinë dhe nuk ka ndodhur një gjë e tillë? Jo, nuk besoj që Halla ka patur këtë lloj pritshmërie. Këto janë gjëra që çdo njeri, pavarësisht artist apo jo artist, nëse një person e ndjen, e bën, po nuk besoj që
ka pasur pritshmëri të tilla apo as në Sigurisht që ka pas e bën në qoftë se një person e ndjen diçka, e bën dhe kaq. Ka pasur shumë interesim në fakt nga publiku për të kuptuar që pse parashevia kishte kaq kohë që jetonte në këtë gjendje dhe ka pasur shumë aludime që thonin që pse nuk është interesuar familja vet. A mund ta thoni diçka më shumë lidhur me këtë? Po, sigurisht. Në radhë të parë, pyetja është pak, jo që është gabim, por pyetja mund të formulohet ndryshe, duke thënë, në vend që të thuash, për shembull, jo ti po flas përgjithësi aludimet, pse s'është interesuar familja, njerëzit ku e dinë që familja nuk është interesuar. Kjo është pyetja e parë. Prandaj po të pyes që kemi një përgjigje për ata që thonë pse s'është interesuar familja. Pikërisht, po them, sigurisht që familja është interesuar, por jo gjithmonë mund të dalësh në rrjetet sociale dhe t'japësh një rezume se çfarë ke bërë ti apo çfarë s'ke bërë. Dhe sido që të jetë, çfarëdo lloj gjëje që thot familja, kur njerëzit fillojnë nisen me këtë lloj paragjykimi, sido që të jetë përgjigja, gjithmonë paragjykimi do jetë sepse çfarë pyetja është nisur në këtë mënyrë nga aludimet e njerëzve. Kështu që se si e kemi kërkuar ne dhe çfarë ka ndodhur, atë e din halla dhe vetëm kjo besoj ka rëndësi. Po ashtu ka njerëz që thonë për ty po themi që pse tani mbesa shkoi atje u kujtua, ndoshta do të përfitoj nga fama e vet. Në radhë parë, unë kam pasur mundësi kur isha shumë më e re, isha e famshme, dhe në thonjza të përdorja emrin e hallës apo famën e hallës, por siç ta thash zgjodha diçka tjetër, shkollën, familjen dhe kështu si vazhdon jeta. Por njerëzit, ajo çfarë unë mendoj është që se si njerëzit shohin realitetin është perceptimi i botës atyre të brendshme. Nuk e di nëse është e qartë. Që nëse një person e shikon realitetin në këtë mënyrë që do të përfitojë, kështu do të thotë që ka një problem ai person brenda vetes vet që komenton në këtë mënyrë, sepse nëse unë do të isha e famshme, do isha bërë kur isha 20 vjeçe, 18 vjeçe ose 17 vjeçe, dhe që kur ka ndodhur kjo historia me hallën, për mua gjë më e rëndësishme ishte të shkoja ta takoja dhe kaq është bërë, nuk është që kam filluar, ose edhe ishte edhe madje halla që insistoi, kur ishim tek Fadil Berisha për setin fotografik që insistoi, tha, Fadil, mbesa ime ka bërë një këngë, të lutem, bëj ca foto, vëre muzikën, dhe ndodhi në mënyrë shumë spontane që u vu muzika dhe violinistja filloi të luante muzikën. Ishte shumë spontane, nuk ishte e përgatitur që tani që halla doli në skenë, do të thënë në publik, do dalë edhe unë, ishte shumë spontane. Por gjithsesi, dhe njerëzit që bëjnë këto komente, nuk besoj që do e kuptojnë përgjigjen time, po me ka rëndësi. Ina, a ka pas njerëz që kanë tentuar të përfitojnë nga kjo rikthimi i parashevisë Simakut, qoftë edhe njerëz nga Shqipëria, nga politika, nga nuk e di, këtë nuk e di dhe nuk mund të hyj në gjykime apo mendime të tilla, sepse me të vërtetë nuk e di dhe nuk di ç'të them për këtë. A do kemi fatin që të shkojmë në një nga koncertet e parashevisë Simakut këtu në Shqipëri në të ardhmen? Unë të doja shumë të merrja pjesë në një nga koncertet e hallës, sepse hera fundit që kam parë hallën në koncert në Shqipëri, ndoshta do kem qenë 9 vjeçe, ndoshta 8-9 vjeçe besoj. Shpresoj, nuk e di. Halla i projekte me miq artist ka, po se kur dhe ku nuk mund të jap përgjigje konkrete. Në për rrjete ka qarkulluar që parashevisë Simakut do jetë pjesë e një filmi. Sa e vërtetë është kjo? As këtë nuk e di të them drejtën. Edhe siç ta thash, unë jam shumë pak aktive në rrjetet sociale dhe nuk e dija këtë lajm. Tani po e dëgjoj. Ina, shumë faleminderit për kohën, të uroj shumë suksese. Faleminderit ty. Dhe ishte kënaqësi kjo intervista. Faleminderit dhe shpresoj që në një farë mënyrë kam arritur t'ja përgjigje të gjitha pyetjeve tua. Faleminderit shumë.